këtë e din të gjithë, jam i përkatësisë greke. Jam kryetari një partie i cila aktivizohet në Republikën e Shqipërisë dhe shpeshe ka bashkëqytetar që konceptojnë rolin tim pak në mënyrë të shtrëmbër. Po gjithmonë të ndodhje. Kujton se jam unë në Greqi, ai që vendos, që ndikoj, në një kohë që aktiviteti im dhe përgjegjësia ime është në Shqipëri. Është në Shqipëri. Le ta shtrojmë në fond pyetje. E do realisht Greqia integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Kjo është pyetja në fakt. Unë kam bërë ndryshe, kam bërë pak më me etik, përse i intereson Greqisë. Unë e marrë të mirëqin që i intereson. Për te çdo filologje, le të shikojmë faktet. Vim në impulsin fillestar. 2003. Selanik. Kemi samitin e krerëve të vendeve të Bashkimit Evropian në Selanik. Ishte indjeri zoti Simitit, kryeministër, që shpalli dhe u aprovua nga gjithë samiti, nga gjitha vendet anëtare, iniciativa. Atëherë ishin 27, Jo, nuk ishin. Ishin më pak, po. Ishin shumë më pak, sepse nuk kishin blokun Lindor. Blokun Lindor ende Kishin Bulgaria, Rumania nuk ishin integruar akoma. Kemi iniciativën e Selanikut. Por edhe më tej, në çdo hap ka qenë mbështetja në radhët e Bashkimit Evropian, por edhe në kuadër rajonal e Greqisë për integrimin e Shqipërisë. Mos harojmë se pas aplikimit zyrtar të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian, pati disa vite stagnacioni. Ndodhi dhe rotacioni në pushtet, iku qeveria e Partisë Demokratike, erdhi qeveria e Partisë Socialiste dhe sërish kishin vonesa. Ishte pikërisht presidenca greke e vitit 2014 me kryeministër zotin Samaras dhe zëvendës kryeministër dhe ministër të jashtëm zotin Venizelos, që bën round tur politik në të gjitha vendet që ishin skeptike për dhënien zyrtarisht të statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Dhe arritën që me përmbylljen e presidencës së tyre ta kurorëzojnë me një arritje, me një stacion shumë të rëndësishëm. Duke se është bërë para 2013. Për Shqipërinë. Kjo është bërë në vitin 2014 në muajin qershor. Jo, më falë. Jo, një sekundë. Ka qenë në kohën e zotit Berisha, më duket. Aplikimi që u pranua. Në vitin 2009, në prill. Po, dhe u pranua në 2014. U pranua, na u dha statusi, nuk e kishim statusi. E di, po. Ishim vend aplikant. Në statusin e vendit kandidat. U bëm kandidat. Qartë. Dhe sërish ishte Greqia, edhe kur u qelën negociatat, nuk ishte presidencë natyrisht, po ishte në vijën e parë, së bashku me Austrinë, Italinë dhe disa vende të tjera, që bën një lobing shumë të fuqishëm për qeljen e negociatave dhe vazhdimin. Pra atëre Greqia, Italia dhe Austria bën lobing më të fuqishëm se vendet e tjera. Edhe disa vende të tjera, të cilët shprehen pikërisht këtë qëndrim se duhet që të nisin sistematikisht negociatat për integrimin e Ballkanit Perëndimor përfshirë Shqipërinë. Pra, nuk është diçka teorike, janë fakte, janë hapa praktike që Greqia ka mbështetur më shumë se çdo vend tjetër integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përse? Së pari, janë dy vende fqinje. Vëllajin e ke prej gjaku, e ke larg. Ose motrën. Fqinjin ose motrën. Fqinjin e ke në krah, për të mirë dhe për të keq. Rrjedhimisht, Greqisë, sikurse edhe Shqipërisë, po të ishte në vendin e Greqisë, do të interesonte që edhe fqinji drejt për drejt të kishte të njëjtin status. Kishte të njëjtin standard. Pra, kjo është ana që do më thoni është më tepër emocionale. Sigurisht. Le të vim tek ana e interesave. Do ta shikonit edhe më konkretisht nëse do të kishit ato përjetime që pata edhe unë përpara disa muajsh. Unë isa nga Greqia për të vajtur në Rumani. Dhe kur shikon pikat e kalimit kufitar, doganat, postat policore që nuk kishin mas një vlerë, kishin mbetur si fosile të një të shkuare, të afërt, po gjante shumë e largët. Pra, duhet të vija i moment, çdo me thënë qarkullim i lirë, do me thënë qarkullim i lirë i mallrave. Kjo intereson Shqipërisë, që shqiptarët intereson edhe Greqisë. Greqisë se kuptoj pse. Intereson edhe Greqisë, sepse do të ketë
regula loje edhe në Shqipëri për investimet, sepse e drejta e Bashkimit Evropian është e aplikueshme në të gjitha vendet. Nuk ka më mundësi kur një vend bëhet antar që të bëj lojra të natyrave të ndryshme siç ndodhin sot në Shqipëri. Do të ketë rregulla të qarta, të përcaktuara, të mbikëqyrura nga institucionet e Bashkimit Evropian. Kjo do të kemi heqjen e kondicionimeve doganore. Pra, nuk do t'i duhet një malli që niset nga Durrësi për në Athinë apo nga Pireu për në Vlorë, që të ri në pikën e kalimit në kufi, 1 ditë, 2 ditë t'i nështrojët 1, 2 apo 3 kontrolleve. Nuk do të ketë më. Dhe kështu me radhë. Janë favore të cilat të jetës përditshme, të biznesit, të gjithë shkaj. Këtu jemi okej. Vendet. Këtu jemi okej. Dhe nga ana tjetër, edhe në Bashkimin Evropian, juve besoj se keni ndjeku, ka edhe iniciativa të tjera rajonale. Për shembull, mblidhen vendet mesdhetare të Bashkimit Evropian. Qartë. Më duket se herën e fundit që u mblodhën ishte takimi në Paris, të cilat kanë objektiva, të cilat së bashku i promovojmë në radhët e Bashkimit Evropian. Dhe duke u bërë blok, arrin më lehtë që ato të bëhen vendime dhe politika të Bashkimit Evropian. Rrjedhimisht, për rajonin më të gjerë, do të ketë edhe një vot më tepër të Shqipërisë, për atë që mbron Greqia, Bullgaria, Rumania, qofshin këto për fonde, them rastin në sektorin e bujqësisë, apo të infrastrukturës, projekte të përbashkëta, kështu që interesat janë shumë të mëdha për të dy vendet. Por, mbi të gjitha, është prosperiteti, siguria në rajon. Kur një vend është antar i Bashkimit Evropian, ka një status tjetër. Si për nga funksionimi i institucioneve, por edhe nga politika e jashtme, që paka shumë është e njësuar për të gjitha vendet, sheshohen të gjitha ato mosmarrveshje që mund të ekzistojnë midis tyre, se duhet të zgjidhen para antarësimit të plot të një vendi të ri me të gjitha vendet fqinje antare të Bashkimit Evropian, pra do të jetë një situatë krejt ndryshe, e cila do ndihmoj Greqinë, por Shqipërinë edhe më shumë se sa Greqinë. Po Greqinë përse do ndihmoj? Të gjitha këto aspekte që tham, do bëj biznes më mirë, pra bizneset greke do jetë biznes më i mirë, të thjeshtë të vinë në Shqipëri të investojnë. Mallrat greke do të jenë më e lehtë për të ardhur pa. Po pse më e lehtë? Sepse nuk do të kemi rëndimet doganore që ekzistojnë aktualisht sot, sepse sot një produkt grek shkon në Bullgari pa asnjë taks doganore. Ndërsa këtu kur vjen në Shqipëri do të paguaj. I nënshtrohet dogana. Po ana sjellta sa është e kundërt? Kush një produkt shqiptar do të shkojnë në Greqi? Po ashtu. Edhe është e vështirë, sepse nga ndonjëherë BE-ja nuk i ndalon këto produkte ty në... Jo vetëm që i ndalon, po është edhe një burokraci krahas thjesht rëndimit financiar të këtyre rasteve. Po nga aspekti, okej, nga ana ekonomike kuptova, zoti Dule, që kanë interes të dyja palët, apo. Tani vim pa nga ana e sigurisë. Marrëdhënia shumë e afërt e Shqipërisë, domos në këto 13 vitet e fundit me zotin Rama kryeministër, me Turqinë. Ai ka deklaruar hapur se ka fshehur asnjëherë, ka thënë unë jam i lider musliman, ka thënë disa herë, dhe ka thënë hapur që në fakt, pavarësisht se mund duhet ta trukoj her pas here, po të gjithë kemi kuptuar, në fakt, mos ja nuk lëmë të bëjmë strucin kot dhe naivin, që ai në fakt ka të privilegjuar Turqinë në marrëdhëniet e tij, politikat e tij të jashtme. Sidomos për çështjet e sigurisë, të biznesit, pse jo, janë shtuar shumë investimet turke në Shqipëri. Si do ndahet kjo punë? Në momentin e zën për një moment, unë nuk e besoj do ndodhi për arsye të tjera, e zën për një moment që Shqipëria është pjesë e BE-s. Dhe ju thoni intereson Greqisë etj etj. Vim te aspekti tjetër. Si do ja bëjnë një Shqipëri në BE, është më fortë se një Shqipëri jashtë BE-s. Jemi dakord apo jo? Pra Shqipëria mund të vijë kushte për shkak që Greqisë nuk interesojnë, për shkak për delimitimin, për urat detare, për kufirin detar. Të gjitha këto, si do e bëjmë me Turqinë? Ju e dini shumë mirë që Turqia është shumë afër, kur themi Turqia, jo popujt turk dhe shqiptarë, flas për elitat që drejtojnë. Ky është shumë i afërt me Erdoganin. Për shembull, këtë pikë mund të ma thuash, mund të ma thoni zoti Dule si do zgjidhet ky ngërç? Se është një ngërç ky apo duam s'duam ne. Më thatë për disa deklarata. Interesat e Greqisë nuk janë përputhje me interesat e Turqisë në rajon dhe anasjelltas. Pra, më thoni më thatë fillimisht disa deklarata të zotit Rama, shpeshherë duhet thënë se zoti Rama nuk e ka iden se çfarë thot. Improvizon. Unë nuk besoj ashtu, po...
Unë nuk besoj. Unë mendoj që edhe kur duket sikur kaos, është kaos i qëllimshëm. Nuk është kaos i pa Zoti Rama ka i rastishëm. Një mangësi thelbësore. Zoti Rama do në çdo moment të jetë i pëlqyeshëm, jo i dobish. Është narciz, jemi dakord. Po nuk është i pari, as i fundit. Nuk është as i pari, as i fundit. Pikërisht këtu vini tek ajo që ju thash. Je i kondicionuar në ushtrimin e politikës së jashtme, do të ndërpres me një kur je antar i Bashkimit Evropian. Do të ndërpres me një herë. Po. Ju e dini që disa vende sot të 27-s, pra të Bashkimit Evropian, pavarësisht se mund ndodhin ndryshime, Hungaria për shembull derisa ishte Orbanit, shohim me të riun akoma nuk kuptohet mirë, i vinte kushte veta dhe her pas here, jo her pas here, por gjatë gjithë kohës është bërë bllokuese për shumë politika të Bashkimit Evropian, duke mos votuar, duke bërë shantazh me drejtën vet për të mbrojtur vendin e vet dhe qytetarët e vet, e kupton? Së mos tani me luftën Rusi-Ukrainë, ju e dini, s'ka nevojë t'ja u kujtoj unë. Në qoftë se do shohim. Shqipëria mund të jetë një Hungari e vogël në momentin që është antar e BE-s. Pse e përjashtoni këtë gjë? Edhe në rastin. Çekia dhe Slovakia gjithashtu janë në një linjë jo shumë për disa sektorë, jo shumë pro Brukselit. Pra, këtë që sapo më tha zoti Dule më vjen keq, po do ja u kundërshtoj. Nuk është të thënë që je antar i Bashkimit Evropian, i këtij klubi dhe i dhuruar të njësohesh për gjithçka me ata. Jo. Faktet na tregojnë të kundërtën. Kjo është e vërtet. Po shikoni pak se sa përqindje të vendimarrjes së Bashkimit Evropian kanë arritur të kondicionojnë divergjencat në qëndrimet e politikës së jashtme të këtyre vendeve. Sa paketa sanksionesh janë ndërmarrë nga Bashkimi Evropian 1 milion euro në ditë paguante Hungaria. Sot ndaj Rusisë. Sa arriti të pengoj Orbani deri më sot? Asnjë. Vetëm sa vonoi kredin prej 90 miliardësh. Vetëm kjo, ndër të tjera kanë qenë përplasje teorike. Po ju them një shembull tjetër. Nuk është Bashkimi Evropian, ka problemet e veta. Shumë problemet. Por ka edhe një shtyllë e cila në disa drejtime është shumë rigoroze. Po ju them rastin më të fundit, që lidhet dhe është pak më e prekshme dhe më e kuptueshme. Me luftën në Iran, u kërcënua Kipro, një shtet antar i Bashkimit Evropian. Greqia nxitoi në mbështetje të Kipros, jo vetëm thjesht dhe vetëm si një vend antar i Bashkimit Evropian, por për faktin se janë dy shtete të cilat kanë një komb. Sigurisht. Pas Greqis, rendi Franca, e cila dërgoi fregatat e veta. Madje dërgoi edhe këtë, dërgoi Charles de Gaulle. Po. Pas Francës u nxitua Italia, prap me fregatat e veta, dhe Gjermania, dhe më vonë edhe Britania, pavarësisht se nuk është në Bashkimin Evropian. Pra, çfarë dua të them? Britania e Madhe, po. Kondicionohesh nga Bashkimi Evropian. Është neni 42 shtat, fraksion shtat, që është analog me nenin 5 të NATO-s. Në qoftë se kërcënohet integriteti i një vendi antar të Bashkimit Evropian, janë të detyruara 27 vendet aktuale që të mbështesin vendin që është në kërcënim. Debati i madh, nuk hyn automatikisht. Është një debat. Nuk hyn automatikisht. Është një debat i madh, por ky është atributi i Bashkimit Evropian. Arbitrariteteve të njerëzve si zoti Rama u vë fre. Nuk i eliminon, po i kufizon. Jeni të bindur për këtë? Patjetër që jam i bindur. Kjo është arsyeja sepse sot dhe dje kryeministat grek flasin gjithmonë pro hyrjes së antarështimit. Kjo është një çështje dytësore. Çështja parësore është ajo që u thash, është ekonomia, është prosperiteti, siguria, është dhe siguria. Po siguria, kur flasim për siguri, nuk në kuptojmë vetëm sigurinë e kufive të jashtëm shtetërore. Siguria ka të bëjë me terrorizmin, siguria ka të bëjë me grupe të ndryshme që funksionojnë në dëm të stabilitetit të brendshëm të një vendi me faktor të ndërthurur. Kështu që kur flasim për siguri, përfshin shumë elemente. Nën tavolinë zoti Dule, nën tavolinë asnjëherë publikisht në fakt, por në biseda udhëheqësit e shteteve kryesore të Bashkimit Evropian, dhe kjo ka dalë nga rrjedhë në media, nuk është se po e them unë, e thonë në tavolinë që në fakt, në thelb, çfarëdo që të thuhet për propagandë, për narrativ, për si retorik, Bashkimi Evropian gjithsesi
duam s'duam, ne ngelet besnike e burimit se sa u krijua, ose e mënyrës si u krijua. Është një klub përveç të tjerave, ekonomik, politik, geostrategjik, dhe një klub i krishterë. A do ishte antarësimi i Shqipërisë në BE një lajm i pazakon, duhet thënë, që për herë të parë BE-ja, pra ky klub i krishterë, të fuste në radhë dhe veta, në brenda shtëpisë së vet, një vend me mazhorancë myslimane? Është e vërtet që do të bëja një dallim në ato elemente që thatë, Bashkimi Evropian është realisht një faktor shumë i rëndësishëm ekonomik, financiar, por jo aq sa duhej faktor geostrategjik. Sigurisht. Duhet të bëj shumë dhe zhvillimet më të fundit të viteve të fundit e dëshmuan më së miri se ka një vakum i cili duhet plotësuar me ritme shumë të shpejta, sepse Europa rrezikon që të jetë e kondicionuar nga faktorë të tjerë jashtë europian. Është vasali amerikanëve tani, duam ne, është kthyer thjesht një treg. Është varur në shumë elemente edhe nga Kina. Siç janë dherat e ralla dhe kështu me radhë. Pra, Bashkimi Evropian është në një moment reflektimi ose në fushën e mbrojtjes. Por, duhet të theksojmë dhe nuk duhet të bëjmë asnjëherë gabim siç bën zoti Rama duke improvizuar në përshkrimin e vendit tonë. Ne jemi një vend, unë nuk dua të cilësoj shumicë pakicë. Censusi i fundit i para një viti, këtë e nxori këtë që sapo ju thash unë. Nuk dua të hyj analizës së. Ai është censusi zyrtar që e thot vetë pra është shteti shqiptar që e thot, është censusi zyrtar. Zoti Çani përballë keni një njeri që e ka kontestuar dhe nuk e pranon censin. Pra ju dhe duri nuk besoni as faktin këtë elementin që... Për 3 elemente... Që komuniteti me i madh në Shqipëri janë mysliman 40%. Pastaj vin ortodoks, pastaj vin katolikët. Pra, personalisht, por edhe si përfaqësues të të gjitha minoriteteve në vend, jemi shprehur se censi i vitit 2023, përsa i përket përkatësisë etnike, afilimit fetar dhe gjuhës amtare, nuk ka qenë i zhvilluar konform parametrave të Këshillit të Evropës. Qose nisim nga kjo premisë, di që s'do më jep një përgjigje. Do t'ju jap përgjigje. Ne ta marrim të mirë që është kjo premisë. Pra, pavarësisht se cilat janë raportet, nuk dua të hyj raporteve numerike se kush është më i madh, kush është më i vogël. Pyetja ime atje konsistente në fakt. Por, që ne kemi një realitet multifetar. Dakor, pa, këtë e dim. Dhe ne jemi aktualisht 2.4 milion njerëz si pas censit 2023. Si pas censit, që duhet të jemi pak më pak. Unë besoj që jemi shumë më pak, për shënë si ka. Që thonë shumë vlerësime, që nuk jemi asnjë pik në demografin e Europës së Bashkuar, që numëron disa qindra milion banor. Kështu që përkatësia fetare nuk ka asnjë rëndësi. Nuk ka rëndësi, thoni. Në një kohë që vetëm në Paris mund të keni 2 milion. Po, nuk janë mëshorancë në Francë ata. Po, ata janë komunitete, mos nga... Si do që të jetë, nuk duhet në asnjë rast që të ngatërojmë islamin në Shqipëri, nuk e ngatruam, të moderuar, jo, nuk e ngatruam, me tipare shumë jemi dakord, evropiane nga ana social, jemi dakord. Kështu që nuk besoj se është pengesë në këtë drejtim. Nuk është pengesë. Dhe nuk duhet t'i mëshohet këtij fakti. Dakord, unë ota si pyetje. Nuk thash do jetë pengesë. Po, dakord, ju nuk do jetë. Po, për mua nuk duhet të jetë. Dakord, por në qofse për shumë një moment saktuar do imagjinonim që Shqipëria do pengohet të hyjë në ose nuk do hyjë në Bashkimin Evropian, a mund ta rikthenim këtë çështje apo jo? Si pikë pyetje, mund ta rikthenim si hipotezë? Nuk do thuhet asnjëherë publikisht. Në vend që të konsumohemi, është për Turqinë nga Franca, nga presidenti dhe ish president francez, është të hapur kjo gjë. Nuk mundet të pranojmë Turqinë për këtë arsye. Edhe për këtë arsye. Përveç faktit që ishte autokrat ai që ishte. Zoti Çani, nëse do më kërkoni një mendim se si e konceptoj unë në vend që ti qëndrojmë tyre hamendësimeve, ose që mund të jenë alternativa reale, unë besoj se duhet që të mbështetemi fuqimisht në realitetin e bashkëjetesës. Kjo është ajo që duhet. Dhe mua në fakt në bisedën me ju më intereson më shumë të di nga ju po ndodh, jo çfarë do duhet të ndodh. Më lejoni t'ju them diçka shumë domethënëse. Pata fatin e madh që të isha shoqëruesi
i fort të lumurit kryepiskopit Anastas që në ditët e para në Shqipëri. Një njeri i cili kishte jetuar në realitete të ndryshme përsa i përket përkatësisë fetare. Në Europë, në Afrikë dhe kudo. Dhe ishte një nga teoricienët më të njohur të islamit në radhët e kristianëve. Biles ka qenë dhe negociator në emër të komiteteve të ndryshme kristiane me botën islame. Sa erdhi në Shqipëri, ishte sikur kishte jetuar prej dekadash këtu. Theksin e vuri kultivimi i bashkëjetesës. Vinte nga Greqia. Jemi dakord atje. Pra, pse e them këtë gjë? Duhet ta kemi gjithmonë parasysh pyetjen që shtrove, si një mundësi. Është një realitet i imponuar, themun, imponuar nga ata, jo nga ne. Dhe Nuk e di se më kupton. Këtyre hezitimeve hipotetike, duhet të përgjigjemi me realitetin e bashkëjetesës. Po zvaret nga ne pra. Çfarë varet nga ne? Nëse ishte kusht për ata. Çfarë varet nga ne? Nëse ishte kusht për ata. Kemi gjë në dorë apo jo? Kusht i fshehur, jo kusht i shkruar publikisht. Nëse është kusht, ne mund të çajmë realitetin këtu, po ne mund dhe duhet që të përqendrohemi në përcjelljen e mesazhit të saktë se edhe ajo përkatësi fetare nuk përbën asnjë rrezik për vlerat e Bashkimit Evropian. E kuptova. Zoti Dule, po le duhet të bëjmë një xhiro apo jo? Po. Fakt, zoti Dule, mesazhet janë të shumta për ju. Unë do e lexoj disa, po përgjigjet tuaja duhet të jenë tmerrsisht të shkurtra, se kam ndonjë pyetësor që kanë përgatitur enkas për ju zoti Dule sonte. Edhe nga teleshikuesit, edhe pyetjet tuaja? Pra, teleshikuesit tani do bëj disa pyetje nga teleshikuesit që na shkruajnë në QR kod, po kam një pyetësor që ka përgatitur unë për ju. Dakor. Që do mbyllim emisionin. Atëherë, po lexoj mesazhin e parë, pse është pak i gjatë, mundohem të mes rreshtave, po ju më kuptoni. Më thon çani pyete pak të lutem zotin Dule, thot shkurtimisht të na thot për aktualitetin në Maqedoninë e Veriut, thot. Çfarë mendimi ka zoti Dule për protestat e fundit që kanë plasur atje nga studentët shqiptarë që kanë lidhje me gjuhën shqipe me këto? Shkurtimisht. Së pari, sensibiliteti personal për gjuhën, duke pasur edhe profesion, është maksimal. Duhet të thënë që ju keni mbaruar shkollën e gjuhëve tuaja. Gjuhët e si angleze. Gjuhët e si angleze, po. Dhe kam dhënë edhe mësimin e gjuhësisë së përgjithshme. Bukur. E dyta, nga rinia nuk vjen asnjëherë asnjë regres. Rrjedhimisht kur ka këto dy elemente, është në kaun e dur. Pra i mbështesni protestat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Është në kaun e dur. Është në kaun e dur. Dakord? Kritikat shumë ta dëgjojmë për Shqipërinë, thot, por kur kthen syt nga Athina, sheh që kryeministri thot ka përgjigjuar deputetët e opozitës dhe administratën e tij me pajisje izraelite, ndërkohë që mbi 200 miliardë euro për bujqësinë janë bllokuar sepse vidheshin nga një grup i strukturuar deputetësh. Pra Shqipëria vjedh i pardin këtu, Greqia vjedh capin atje, thot, për përgjimet, thot, se kemi kapur Ramën akoma, kështu që Miçotaqës që ka shumë më i sofistikuar se Rama. Ç'mendim ka zoti Dule? Në lidhje së pari me fondet. Kemi abuzime me fondet në Itali, në Greqi, në Shqipëri dhe në vende të tjera. Po marr këto vende që janë fqinje. Çfarë ndodh? Në Greqi, në Itali, vepron drejtësia lokale, kombëtare, italiane dhe greke, vepron drejtësia europiane. Në Shqipëri, drejtësia kombëtare nuk vepron, por nuk ka kompetencë as prokuroria evropiane, sepse nuk jemi një vend anitar. Sigurisht. Po të ishim vend antar, skandalet e abuzimeve me fondet në Ministrinë e Bujqësisë, të konstatuara nga vetë Olafi, sot do të kishin vënë njerëz përballë gjykatave. Reja një arsye tjetër sepse Greqia do që Shqipëria të jetë pjesë e BE-s. Dhe shikoni, në Itali dhe në Greqi ndëshkohet fajtori. Në Shqipëri, në Itali dhe në Greqi, në Shqipëri nuk ndodh kjo gjë. Duhet të thënë që 6 deputet të Miçotaqisit u hoq imuniteti brenda ditës. Bile ata do në vetë deklaruan. Tani, vim me çështjen e përgjimeve. Është një çështje që ka bërbuj në Greqi, vazhdon të jetë në proces gjyqësor, hetimi gjyqësor dhe hetim parlamentar. Por, duhet të jemi të qartë se këtu përgjimi është masiv dhe sistematik dhe gjysmë zyrtar, sepse aparaturat që janë sjell me pretekstin e filtrimit të TikTokut në momentin e marrjes së vendimit nga kryeministri Rama, askush nuk ka kontroll se si ato aparaturat që kanë kapacitetin e përgjimit përdoren dhe nga kush administrohen. Qartë.
Kemi një sinkron ndërkohë, zoti Dule, kjo s'ka lidhje fare me temën që po flasim, në fakt. Po unë do doja t'i ndaja me ju, doja të dija një ndjesin tuaj, një qëndrimin tuaj rreth këtyre. Kemi një sinkron me... E para njerë nuk do vëmë ambasadorin USA, që ka folur sot në Kongresën Senat, nuk di ku ka qënë. Ambasadorin e ri... Ambasadori Wendt. Wendt, po. Ambasadori i ri Amerikan që pritet të vinë në Shqipëri. Leta të dëgjojmë çfarë thotë, kemi një sinkron të vogël dhe dua një komentin tuaj të shkurtër. Jepi le të shohim pak Wendtin. Piece, Senator, you mentioned about corruption. Again, I agree that the SPOC organization that is there, the special structure against corruption and organized crime, I believe has been, from what I read, has been very effective. I'll look forward to getting on the ground to understand really what's happening and not happening. I think... Zoti Dule? Me sa ndoqja nuk pata fatin se isha Ishe komision. Isha në komision, ndoqja fragmente në media, 3 ishin çështjet që ushtruan me forcë. Korrupsioni, krimi organizuar dhe narkotrafiku. Fatkeqësisht nuk duhet të ishin në agjendën e ambasadorit të ri. Duhet të ishin në dorë të ditë. Janë në agjendën e tij. Do jenë në agjendën e tij kur të vijë. Do jenë në agjendën e tij dhe përsëriten sepse kemi dëgjuar edhe në mesazhin e dërguar nga Rubio, sekretarin. Qartë, foli për narkoshtet, për narkotrafike. Në marrëdhëniet midis 2 vendeve kryesojnë agjendën këto fenomene negative. Nga ana tjetër në lidhje me ambasadorin, 2 fjalë doja të thoshja, fakti se vjen nga radhët e ushtarakëve të lartë, flitet për një ish general, figure konsoliduar, statur elitare, besoj se do të kemi fatin të kemi një ambasador shumë efektiv. Në fakt, kemi dhe një video tjetër që ka ndodhur vetëm pak ditë më parë, mund të jetë 3-4 ditë më parë, te Vila Enver Hoxhës, ish Vila Enver Hoxhës, këtu në blok, zoti Dule, nuk e dija e keni para apo jo, e cila, duhet thënë, ka provokuar disa debate. Vila Enver Hoxhës, për të kuptuar se si ka evoluar, që ka qenë ajo vilë që ka përfaqësuar deri vonë, dhe se çfarë ndodh tani atje. Do më duhet një qëndrimi juaj, ja, ta shikojmë edhe... Nuk e kam ndjekur. Ja, ta shkojmë ne të zbulojmë. Jepi Ledion. Dragmi Albania, quhej eventi, ka kohë në fakt me një vendim qeverie, Vila Enver Hoxhës ka kaluar në pronësinë thënëse, jo se i shitur, po e menaxhon një grup mësë shumë të francez. Është një lloj përfaqësimi i këtyre minorancave, identiteteve seksuale të ashtu quajtura minoritete të diskriminuara, si që janë LGBTI-t, dhe atje bën evente shpesh, si që pa e tani, kjo ishte Dragmi. Pra, zakonisht, sa herë që këta duan të shfaqen dhe të promovohen, atje ka evente, sigurisht shoqërohen me fatura financiare nga mbrapa, sa ta marrin para, janë projekte. Në një mënyrë nuk është e hapur për publikun, atje nuk hyet dot më tani, te Vila Enveri, zoti Dule, dhe përdoret për këto gjëra. A do e konsideroni ju këtë si një degenerim, si një shturje totale të një moralit saktuar, apo për ju është normale? Francezët e kanë shumë në kontrollat të Vilën e Enverit tani, që kur erdhi Macroni në Shqipëri, që se e mbani mend, zoti Rama bile më duke se e shoqëroi dhe atje, pra ai e pa i pëlqeu shumë dhe nga atje ndoshta lindi kjo ide. Nuk janë as në traditën, as në mentalitetin ton, as në kulturën ton, shfaqje të tilla, aktivitetet të tilla. Sigurisht që çdo qytetar ka të drejtën dhe do luftojmë që çdo qytetar të ketë të drejtën ta bëjë jetën e tij ku nuk i kundërvihet ligjit ashtu siç i pëlqen atij, por askush nuk duhet t'i imponohet të rësisë shoqërore
me individualitetin dhe me veçorinë. Me tepër që bëhet në një vend i cili duhet thënë është një vend publik. Pra, Villa Enveri sot nuk është private, nuk është privatizuar. Jam i sigurt se E administron shteti. mbi 99% e qytetarëve, bashkëqytetarëve tanë janë me mendimin tim në këtë drejtim. Po, ndërkohë, a është më afër Bashkimit Evropian kjo situatë që ne shikojmë këtu? Pra, kjo ngjarje afron më shumë Shqipërinë me BE-n, zoti Dule, duke qenë se këto në fakt janë gjëra që nuk është se nuk pëlqejnë nga elita e Brukselit sot. Nuk më intereson asnjëherë të jemi pëlqyer nga asnjë lloj elite. Unë nuk e kam për ju. Dhe besoj kur them unë, si çdo qytetar i thjeshtë i këtij vendi, më intereson ai sistemi vlerave që mbi të cilat është ngritur struktura evropiane dhe jo para vlerat. Ekzistojnë kudo, ekzistonin dhe në Amerikë. Ishte pikërisht woke agenda që rrisolli Trumpin në pushtet, sepse duhet të jemi të qartë në një kohë që të gjithëve u duhet dhënë e drejta, u duhet garantuar që të bëjnë jetën e tyre simbas pëlqimit të tyre, nuk i duhet lënë askujt që t'i imponohet të rësisht shoqërore me iniciativat të tilla, aq më tepër që janë shfaqur dhe kanë nxjerrë kokën her mbas here dhe tek ne, jo me prindin A dhe prindin B, prindin 1 apo prindin 2 dhe iniciativat të tjera të cilat nuk kanë vend në shoqërinë. E megjithatë, Dragmi Albania, siç e pat, ndodhi vetëm pak ditë më parë te Villa Enverit, zonja Zotrin. Çani. E keni po jo. Kemi dhe zëvendësimin e shekullit. Kë kemi? Zëvendësimi i shekullit. Se kuptova. Ja shikoj. Pa njerë, qa ishte? Se ka pa mirë qa. Sërbët Me ja bëhen këto ledi, apo jo? Po. Interesante. Në kone duar është bërë, apo jo? Dule. Besoj se do ishte shumë më i keq nëse nuk do të ishte në ato kohë. Dhe ishte më i keq. Me sa tregojnë gjërat? Nda i pari ashtu çohet në fakt me frikë. Kush? Enveri? Pari, po. Sigurisht. Pyetje për zotit Dule, ku ka humbur gjithë të kohë, thot Klevisi, në shkrua në Totus në QR kod, këtu ka qenë zotit Dule, mund të ndiqni një parlament, ose në faqen e ti në Facebook për qefin tuaj. Esplorusi thot Kalispera Çani, pyet e pak Dulen, pse nuk shtrihet dhe në qytetet tjera, mos. Më lëvizë pasere nga që ka shumë pyetje te Totusi, pse nuk shtrihet dhe në qytetet tjera, thot, ku vajti Esplorusi? Në shtrihet dhe në qytetet tjera përveç Tiranës, sepse Dule ka aftësi t'i bind njerëzit, mjafton që vetëm të dëgjohet, thot. Kemi dhe ne vështirësitë tona, është një e vërtet se nuk kemi arritur të jemi të pranishëm kudo, aq sa duhet, por në shtator fillojmë fazën e riorganizimit, do rigjallërohen të gjitha bërthamat që janë atrofizuar në të gjitha bashkitë e vendit. Një pyetje vjen në zotin Dule nga Katovica, i cili shkruan, pyetje për zotin Dule, është e vërtetë se pronari i kompanijë interneti kanë ndikuar në përjashtimin e tij nga Partia Socialiste apo përjashtimin nga koalicioni pasi nuk ka qenë pjesë e partisë. Gjithashtu në mënyrë konkrete dhe specifike, çfarë do të kishte bërë ndryshe për Jugun në mënyrë infrastrukturore nëse do vazhdonte të ishte pjesë e koalicionit? Shumë e gjatë kjo për të dhënë përgjigje. Po, një përgjigje shumë e shkurtër. Në qoftë se do të përfaqësohesh interneti, se mora vesh të parë. Nuk e kam iden këtë. Në qoftë se do të gjeja një pjesë të mirë të ambicieve të mia për njerëzit që të përfaqësuara në programin e qeverisë, do rrihen aty koalicion. Fakti se isha nga të parët që u shkëputa duke dhënë dorëheqje nga nënkryetari i kuvendit, dëshmon më së miri dhe në mënyrën më bindëse se ajo nuk më përfaqësonte më mua dhe njerëzit që më kanë zgjedhur mua. Qartë. E duhet thënë kjo Dule në fakt se njerëzit ngatrohen shpesh. Ngatrohen sepse nga që nuk i ndjekin me vëmendje gjërat e s'kan faj në fakt. Ka kaq shumë gjëra që ju në fakt jeni vetmi në politikën shqiptare që asnjëherë, pra të thuash, kur keni ndryshuar ka si ne bërë asnjëherë me pushtetin, jeni bërë me opozitën. Gjithmonë kjo është komplet çudi e madhe. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit nga 36 vite pluralizmi ka qenë rreth 6 vite e gjysmë në pushtet dhe 30 vite në opozitë. E di. Unë e di, po njerëzit ngatrohen. Dhe dua t'ju kujtoj edhe aspektin tjetër që jam nga deputetët që kam dhënë më shumë dorëheqje edhe nga posti nënkryetarit, edhe nga posti deputetit. Çani më thot dikush tjetër, anonim thot, nuk e thot emrin, thot dëgjova që një kanal i rëndësishëm thot dhe i njohur për gjithë grekët dhe shqiptarët, thot Antena në Greqi, thot, pronari i Antenës, ka blerë, thot, një gazet greke, por jo vetëm gazetën, disa radio dhe një televizion italiane. A di që zoti Dulja për këtë gjë dhe a mund të shërgoj përse?
Po, është e vërtet, ishte një lajm i bujshëm që pronari Ndodh të ditë? para dysa javësh, pronari i stacionit televiziv Antena, që është nga më të mëdha. Është të njohur, po. Kyriaku Kyriaku e ka mbi emrin. Kyriaku e ka mbi emrin, ka bler një grup të madh mediatik në Itali që i takonte La familjes Repubblica. Agnelli. Familjes Agnelli. Familjes Agnelli. Nuk është vetëm La Repubblica, La Repubblica është më e njohur, po Është ka një gazeta, grup stacionesh radiofonike, një TV dhe shumë portale. Edhe shumë portale. Po. Po arsyen pse Është një investim mbi 140 milion euro. Po pse është bërë kjo gjë? Pra çfarë interesi ka për shkakun që një grup i fuqishëm biznesi dhe mediatik si Antena në Greqi të blejë një grup tjetër të fuqishëm në Itali? Se po ta blente për shkakun në një vend botës 3 do e kuptoja, po në Itali pse? Biznesi ka objekt fitimin. Nuk ka komplekse të tilla se kush është pronar në në Itali. Jo, unë dua të kuptoj, këta e blejnë sigurisht se mendojnë do fitojnë. Po patjetër. Pa ata që e shesin. Këtë nuk mund ta di përse Do t'jenë për cilën arsye, po ai që e blen me qëllimin për ta bërë fitues. Nëse po të investigojmë më shumë, mbas do kuptojmë arsyet e kësaj e këtij transakcioni. Do ta tregoj edhe koha, do ta tregoj edhe. Po kanë ndodhur shpesh këto transaksione midis Greqisë dhe Italisë? Apo janë të rralla? Italia me Greqinë kanë marrëdhënie nga më të shkëlqyerat midis. Se bën dyshim. Dhe për të blerë një grup të tillë mediatik duhej edhe aprovimi i Këshillit të Ministrave. Pikërisht. Që u dha që në momentin e Po parë. pse duhej aprovimi i Këshillit të Ministrave? Je Meloni domethënë. Po pse duhej aprovimi? Nga që fusha e mediave gjithmonë është delikate, është një grup i madh, tradicional. Interesante shumë është kjo. Një lajm shumë interesant ky lejoj që duhet ta kuptoj. Mua më bën shumë kurioz. Duhet ta kuptoj, është thjesht transaksion me qëllime financiare, pra përfitim, apo duhet të ketë diçka tjetër, nuk kuptoj. Është grup shumë i fuqishëm i Antenës. Nuk është vetëm se nuk është se kanë vetëm mediat, janë aktivizohen në shumë Çka ka ky pronar i Antenës? Fusha përfshir edhe anijet. A ka anijet? Ka edhe anijet. Ka edhe anije. Edhe anije. Po nuk është ky më i madh i anijeve, më duket. Jo. Janë disa atë. E humbet numërimin në Greqi për pronarët e anijeve. Janë Se është një sektor tmerrsisht i fuqishëm. Ajo Greqi e vogël ka flotën më të madhe detare në botë. Është e vërtet. Është e vërtet. Fakt është e vërtet, çfarë çmendurie. Po çka kënaqësi është në konkurrimin në anijet greke është e papar. Unë e provoj shpesh se kur do të ikin në Itali për shkakun me det, vetëm në hipi nga Igumenica dule. Është një kënaqësi e papar. Janë pallate lundruese. Pallate lundruese po. Bileja u sugjeroj dhe ju që keni qef të bëni këto udhëtime tani në verë, për shembull, kur doni të ikni në Europë, për shembull, do ikni në Francë ose në Gjermani, provoni që se keni provuar, ja u sugjeroj do ikni një eksperiencë, domos kur jeni me kalamaj, se ka dhe ambient për të luajtur për fëmijët atje. Shkojnë në Igumenic, që është porti më i afërt, duhet thënë, mund shkojnë edhe në Patra ose në Pire, nuk ka rëndësi po, në Igumenic, dhe që s'doni të shkojnë për shembull lart në veri, në Francë, në Gjermani, në Austri, në këto, bëni këtë. Tani më kujtua, ja, shikon Vangel ta. Ka lidhje Brindisi, Bari. Po, me bukura është tash, jo është tamam, bëhet kjo Igumenis nisesh në darkë dhe mbrin në orën 3 të ditës nesme, mbasdite, në orën 15 në Ancona. Në Ancona. Është perl. Dhe nga Ancona pasaj do 6 orë të futesh në Francë, ose do një 3-4 orë të ikësh në Zvicër lart. Është një perl. Janë të dy kompanit që operojnë, kanë sidomos në sezonin e verës që ka shumë lëvizje, janë realisht edhe këtë emër ti mbajnë. Një emër të mbretërve të Kretës për shembull, Pallas. Flasim vërtet pallate gjigante. Janë pallate pra. Bile tani tani unë harrova dhe emrin e kompanive, sa të famshme ato. Një është e kuqe, një është blu. Është të kujtojmë Evangel? Kalojmë para Himarës gjithmonë. Njëra është Anek. Anek, jo, është një tjetër më e madhe akoma. Dhe është Feris. Jo, Feris, po ka një emër tjetër. Në pronësit të kompanisë Atika janë. Janë të Atika, nuk është Qiriako, nuk i ka Qiriako. Jo, ai ka flotë komerciale. Ai ka komerciale ai. Jo udhëtarësh. Dakord, e kuptova. Interesante shumë. Dule, ora në fakt ka pyetje pafund nga Konti Monte Cristos, vin pyetje e tjera. Është dakord zoti Dule që Shqipëria është vendi më tolerant për minoranca dhe e tha zoti Dule që po, është e vërtet. Majnë parasysh se drejto u mohojnë shqiptarëve të Preshevës, Ulqinit apo në vendin e Verit po. Zoti Dule është shumë i ndjeshëm ndaj këtyre gjërave, por çështje koha në fakt nuk ka. Ju them diçka të bëj një dallim. Po shumë shkurt. Po, jashtëzakonisht shkurt. Në një kohë që me minoritetet ka një traditë bashkëjetese, për shembull në Gjirokastër, midis grekëve dhe shqiptarëve. E dim atë. Kjo nuk reflektohet në institucionet shtetërore. Jo fare.
institucionet shtetërore nuk e kanë këtë frymë të... Është lider musliman, pra e ka thënë, zoti Rama e ka thënë, po, unë jam lider musliman dhe e ka thënë e ka insistuar dhe kjo pjesë. Është bërë virale ajo pjesë. Keni parë, besoj. Besoj se është gabimi ti më i madh dhe me pasoja shumë të rënda për vendin. Mbase do jeci mirë me këtë. Ai zakonisht deri tani ka nesur shantazhet. Grekët e lashtë kishin një shprehje. Midhena printotelos makarize. Ti tha pi? Mos lumuro askënd për para fundit. Perë është kjo. Para se të bëj një pyetësor që kam përgatitur posaçërisht për ju zoti Dule, me që keni qenë dhe me që jeni dhe autori një libri që e keni përkthyer Jo autor. Jo autor në kuptimin përkthyes. Po autor sepse keni zgjedhur, keni seleksionuar ta bëni atë gjë. Nuk keni thjesht përkthyes i kontraktuar nga një kompani. Pra në këtë kuptim jeni autor. E keni bërë me kast. Jo, ishte një nga kënaqësitë më të mëdha kur qarkulloi ai libër. E kemi promovuar bashkë në studio. Është scrolling në fillim këtu në MCN. Po. Me titullin Epitafi Perikliut i Thukididit. Flasim për tekstin më madhështor. Dhe bravo. Dhe më thoni zoti Dule, këtë ja bëra pyetje dhe kujt ja bëra më kisha në emision, po kujt ja bëra harrova tani? E harrova, çon si ka? Unë harroj shumë shpesh se kam një ditë më parë. Ka filluar mosha zoti Çani? Jo, s'ka lidhje me moshën. Do të me mua edhe me truri im më ndihmon, e bën vetë truri këtë gjë, me qëllim që mos të muret, ndihmon gjërat që nuk duhet i mbash mend. Nga që janë shumë emisione, mirë është të eliminohen që duket të jesh gjithmonë i freskët. Jam i bindur për këtë. Jemi te numri 1085. 23 vjet. Dakor. Tani, presidenti kinez Xi i thot Trumpit në takim zyrtar, bile Ledio se ka gati sot dhe në fakt unë bëra gabim se duhet i thoshja që ta bënde gati, po mund ta bëj gati Ledio. Ledio ma gje pak Xin se e kemi vënd dje dhe do e vënd se kemi kohë, do e vënd pasaj për sinkron për zotin Dule. I thot, ne duhet të bëjmë çmos, do të përpiqemi të anashkalojmë kurthin e Thuçididit, që me fjalë të tjera, ne nuk duhet të luftojmë së bashku, zoti Trump, Kina dhe Amerika, vërtet janë dy superfuqi, ju mund të jeni pak më lartë se ne, po ne po ju afrohemi, dhe kur ndodh kjo gjë, në përgjithësi shumë rrallë ka ndodhur që lufta të mënjanohet. Gjithmonë ka pas luftë duke referuar Thuçididit të famshëm, i cili ka shpjeguar luftën e 30 vjeçare me Spartës dhe Athinës. Çfarë ndjesi e pati që kinezi ti referohet Thuçididit. Pse e bëri? E bëri sepse e ka lexuar dhe e njeh mirë atë histori, ata kanë legjendat e veta, kanë mitologjinë e tyre, kanë antikitetin e tyre, apo e bëri sepse vetëm duke u folur me këtë gjuhë perëndimorëve, ata mund ta kuptojnë. E kam edhe nga përvoja personale, një adhurim në Kinë për civilizimin grek, po edhe njohje. Po të shikosh, edhe nga universiteti më i afërt që kemi në Greqi në Janin, do të shikosh grupe aziatikës më shumë të kinezë të studiojnë në universitete dhe sidomos shkencat humane. Tani, nuk është ajo që përdori një term të njohur në botën perëndimore. E njohin po aq mirë dhe studiojnë. E njohin edhe në Kinë, thoni. Edhe në botën, edhe andej, në lindja e largët. Greqia me Kinën janë iniciatore të lëvizjes së civilizimeve të lashta. Tani, nuk ka përshkrim më sintetik dhe më përfaqësues të fenomeneve shoqërore, luftarake, se sa të atyre të Greqisë së lashtë. Pavarësisht se kanë kaluar shekuj. Para Jezusit. Vim tek rasti i Thukididit. Kur prezantoja librin, thosha se është një manual në fakultetet e historisë. Epitafi Perikliut. Epitafi Perikliut dhe lufta e Peloponesit në tërësi. Po edhe në akademit ushtarake. Më thoshin, Vangel po egzageron nga adhurimi që ke për civilizimin grek dhe për përkatësin greke. Ky është një fakt dhe është çudi se edhe sot në fakultetet tona të rrallë janë studentët që njohin Thukididin dhe luftën e Peloponezit, masterpizin, kryeveprën e strategjisë. Nuk ka mundësi të jesh një analist i geopolitikës pa njohur themelin e babait të shkencës, që është Thukididi. Vjen Xi, që të mirret vesh me Trump dhe i thot, shiko, çfarë ishte Athina? Ishte një fuqi në rritje. Çfarë ishte Sparta? Ishte forca dominuese. Ndjeu frikën dhe kërcënimin nga rritja e Athinës. Shpërtheu lufta.
rënuse për të dy palët, dhe aq më tepër për Athinën, mos kemi të njëjtin fat. Këtë term e risolli në aktualitet, për para 10 vjetësh në mos gaboj, profesori Graham Allison. Graham Allison. Graham Allison. Me titullin, libri me titullin Destined for War. Që përkthehet? Të destinuar për luftë. Dhe si në titull vë, a do arri Shtetet e Bashkuara dhe Kina të shmangen kurthit të Thukididit? Ai është bërë pra. Thuash, ai është i pari që e përdori kurthin e Thukididit në 2012-2014. Diçka e tillë aty jemi. Dhe është një libër që e rishoh të rikthehet fuqishëm edhe në rrjetet sociale pas takimit Xi Trump. Prandaj u pyeta. Janë tekste të papërsëritshme. Dhe kjo të bën që të adhurosh atë nivel, atë insight, atë analizë të brëndësisë, edhe individuale, edhe shoqërore, që kishin arritur, pavarësisht se janë 2500 pothuajse vite përpara. 400 vite para Jezusit. Do me thënë, epitafi Perikliut e mbajti fjalën e famshme më 431 para Krisht. Pikërisht. Kalojmë tani të intervistë që kanë përgatitur për Zotin Dule, për qefin tim. Zoti Dule përgjigjet do të jenë sigurisht jo me një fjalë, por nuk do të jenë të mërësisht të gjata. Më duhet të jenë sa më sintetike, qoftë do mundeni. Zoti Dule, a është Edi Rama problemi kryesor i sistemit apo ai, pra Rama, është thjesht menaxheri më i suksesshëm i një sistemi që vetë opozita, biznesi, media, ndërkombëtarët, madje edhe vetë ne e kemi pranuar. E sofistikoi dhe pavarësisht se është tautologji, këtë praktik e ngriti në sisteme Edi Rama. Me 3.5% rritje të prodhimit brendshëm bruto. 3.5% rritje të prodhimit brendshëm bruto. Këtë vit, për të arritur rreth 32 miliard dollar, 1.5 miliard dollar investime direkte të huaja, 13 milion turist, a mund të më thoni, Zotë Dule, përse duhet rrëzuar Edi Rama? Sepse, në të njëjtën kohë, të ardhurat për frym të qytetarit të Shqipërisë janë diçka rreth 1/3 së mesatares së vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, dhe me ritmet e rritjes do të duhen mbi 50-60 vjet në qoftë se do të kishim frenim të zhvillimit të Bashkimit Evropian për të arritur mesataren. E kuptoni sa mbrapa. Këto janë shifra bosh. Dhe nga ana tjetër, le të flasim pak më konkretisht. Më tha 13 milion turist. Dakor. Të njëjtën komunikim pati edhe statistika, Instituti i Statistikave në Greqi. Thot, në vitin 2025 në Greqi erdhën 43.6 milion turist dhe të ardhurat prej tyre ishin 26.5 milion. Pse nuk na thonë sa ishin të ardhurat nga lëvizja turistike në Shqipëri? Nuk e thonë këtë. Çudia e madhe nuk e thonë këtë shifër. Në Greqi e thonë. Por dhe të thot 46 milion pikaq vizitor, pa përfshirë ata me dokumenta udhëtimi greke, pra tërësisht jo me grekët rezident jashtë Greqisë. Po. Dhe të thot edhe të ardhurat në tregun turistik prej këtyre. Ndërsa këtu nuk i thonë. Nuk e thonë. Zoti Dule, a është Rama stabilokrat i mirëfillt? Nuk është stabilokrat Zoti Rama. Zoti Rama është një aventurier dhe atë që i njohë si merit, ka arritur që të zgjedh për PR-in e tij njerëz shumë të aftë dhe njohës të fushës në të cilën lëviz. Propagandës. A është e vërtet, Zoti Dule, që roli i Edi Ramës në diplomacinë e gazit të lëngshëm, LNG së famshme, që po ndodh aktualisht në Ballkan, është presion ndaj miçotaqësit, i cili nuk do të firmosi një marrëveshje me amerikanët me çmimin që duan ata? Jam i sigurt se Zoti Rama nuk e di se çka firmos. Kjo është përgjigja. Zoti Dule, opozita e akuzon Zotin Rama për kapje shteti dhe për vjedhje votash. Por vetë nuk arrin të çlirohet nga modeli i një kryetari absolut, edhe pse unë kam shumë gjanë Berishën, po duhet ta themi. Nuk arrin të çlirohet nga modeli i kryetarit absolut dhe nuk di se si mos t'ia vjedhë votat partisë vet kur ka zgjedhje të brendshme.
edhe pse unë jemi bindur që në fakt ai nuk ja vjet, ai është gjithmonë fitus, por gjithmonë se ka një kleçk aty që votat nuk numërohen tamam. Si mund të luftohet pra zoti Dule një sistem personalist me parti personaliste? Personaliste kam quajtur unë, personale mund ta quajmë nuk ka rëndësi. Nuk më takon të flas për zotin Berisha dhe Partinë Demokratike, sepse nuk do më pëlqente që ata të flisin për Partinë e Bashkimit për të Drejtat e Njerëzit. Dëshiroj thjesht t'ju them që jemi shumë tolerant, duke thënë se nuk ka zgjedhje të lira, nuk ka votim të lirë. Jo, ka zgjedhje të grabitura. Qartë. Zoti Dule, ambasadori nominuar i Shtetit Bashkuar të Amerikës, siç e panë dhe pak më parë, Eric Wendt, foli sot para Senatit Amerikan dhe tha s'pak është strukturë shumë efektive. Me sa lexoj, tha, në shtyp. Mezi pres të zbres në teren, vazhdoj, dhe ta shoh nga afër. A mendoni zoti Dule që ai do të zhgënjehet, pra Wendi, kur të vinë në Tiranë? Ushtarakët nuk zhgënjehen lehtësisht. Përsa e përket Greqisë dhe Shqipërisë, zoti Dule, Republika Helenike e ka ngritur vazhdimisht çështjen e pronës private në Shqipëri me fokus te komuniteti e minoritetit grek ose komuniteti grek. A mendon se nëse Republika Helene e ngret çështjen e pronës për mbar Shqipërinë, mundet që të fitojë simpati dhe nga një pjesë tjetër e shoqërisë shqiptare që nuk janë greqishforës? E ka ngritur për të gjithë. Nuk ka mundësi që t'u jepet prona vetëm pjesëtarëve të minoritetit etnik grek dhe bashkëqytetarëve të tyre të origjinës shqiptare të mos u jep. Greqia e ka theksuar problemin në tërësi, por i ka mëshuar në veçanti, dhe është normale, pjesëtarëve të minoritetit etnik grek. Por, edhe sikur të mos ishin grek, është komuniteti ku fenomenet e abuzimit të pronës janë më sistematike dhe më masive, ose shumë fish më sistematike dhe masive, se sa në pjesët e tjera të Republikës, të mos ju përmend shifra, i përmenda në parlament para një. Qartë. Zoti Dule, a ka qeveria Rama një marrëdhënie të sinqertë me Athinën, apo një marrëdhënie transaksionale, që do me thënë buzëqeshje diplomatike në Athinë, presion administrativ në Himar, Brukseli, integrimi dhe stabiliteti? Jo, nuk është as e sinqert, po as edhe transaksionale. Është një improvizim i vazhdueshëm, konjunktural, që ka për qëllim t'i shërbej protagonizmit të zotit Rama dhe asgjë më tepër, me pasoja shumë të rënda për marrëdhëniet midis dy vendeve, por edhe më gjerë. Zoti Dule, përse buzëqeshin aq shumë, sipas jush, centristët europianë si princesha Ursula von der Leyen dhe Costa, zoti Costa, portugezi, kur takojnë shokun e tyre Edi? Çfarë i ofron shoku Edi atyre, zoti Dule, që ata të janë kaq të lumtur me shokun Edi? Po ju jap një shpjegim të huazuar nga një koleg kroat. Kur në muajin prill të vitit 2025, përpara zgjedhjeve, i shtrova pyetjen me sinqeritetin maksimal në tavolinën e darkës. Çfarë tha kroati? Pse gjithë ky parapëlqim të mos them dashuri për zotin Rama? Përgjigja ishte çarmatose. Të gjithë burokracia e Bashkimit Evropian ka nevojë për një histori suksesi. Kishin histori suksesi Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për disa vite ekzistonte ideja që duhet të bëhej decoupling, ta ndanin çështjen e integrimit të Shqipërisë me atë të Maqedonisë së Veriut, sepse konsideronin Shqipërinë pengesë. Mirë po, aty del vetoja bullgare, që e prish atë version për histori suksesi. Serbia nuk mund të jetë e tillë, Bosnia-Hercegovina për problemet e veta nuk mund të jetë histori suksesi, Kosova gjithashtu nuk mund të jetë, sepse nuk është në atë ecuri, është problemi me Serbinë gjithashtu që nuk e lejo. Shqipëria ishte i vetmi vend që mbetet për të trajtuar si histori suksesi. Por, i mëshoj një vargu të Kavafit, që nuk ka lidhje me politikën, po më pëlqen ta them, aty, a i thot për tjetër gjë, unë e them për Brukselit, ka legislator të Zot që nuk mund t'u ahedh asnjë aventurier. Po të ishte largpamës, do imagjinonte strukturën evropiane dhe aventurieri Rama. Nuk ka asnjë shans. Deri tani, integrimi ishte teori. Qelim kapitull, qelim klaster kapitush, tani
vjen llogaria. Çdo kapitull ka faturë. Dhe vetëm kur i shkon fatura klientit, ose kur pronari jep faturën, syt nga 2 i bëhen 4. E kuptova. Dhe pyetje fundi, zoti Dule, a është Brukseli interesuar për pluralizëm real në Shqipëri, apo për një qeveri të kontrollueshme dhe të shantazhueshme pro NATO-s dhe pro BE-s? Nuk mund të ketë në Shqipëri qeveri anti-NATO dhe anti-BE. Dhe nuk besoj se duan një qeveri të shantazhueshme. Ajo që është reale në sajt të propagandës Edi Rama ka arritur për një periudhë kohe të gjatë për ne, po të shkurtër në logjikën politike, të konsiderohet si ylli në ngjitje i politikës rajonale. Kjo ishte thjesht një iluzion optik, sa më shumë afrohemi, aq më tepër na njohin dhe shohin fytyrën e vërtet. Zoti Dule, në përgjithësi në jetën tuaj, a ju pëlqejnë pauzat, heshtjet, ato që ne i quajmë heshtje, silence, pra, nuk i si thuhet anglisht. Silence. Silence. A ju pëlqejnë kur i ndeshni, për shembull, kur jeni spektatori tyre? Janë të nevojshme, besoj. A jeni i gatshëm, zoti Dule, që ne ta mbyllim të emision sonte me heshtje, pra pa folur për disa çaste, po pa folur fare? Jeni gati? Po? Dakor.